Personat që ha në kos duhet urgjent ta dëgjojnë në këtë lajm. Kosi përmban dy nga përbërësit ushqimor më të rëndësishëm në dietën tuaj: proteinat, të cilët japin trupit tuaj shumë energji, dhe kalciumi, që ndihmon gjithashtu në shëndetin tuaj të kockave. Nëse doni të vini trupin në formë dhe të humbisni kilogramat e tepërt, atëherë doni të forconi imunitetin, të mbrojeni kundër virozave, ftohjes, gripit dhe gjithashtu inflamimeve të ndryshme, kosi është një nga ushqimet e duhura më të mira që mund të shtoni në dietën tuaj. Ka qindra arsye pse kosi duhet të jetë pjesë prezente e dietës suaj të rregullt ushqyese. Ai është një ndihmë shumë e mirë në dobi të organizmit dhe të lehtësojë problemet e tij. Kosi ndihmon në uljen e niveleve të tensionit të lartë të gjakut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studime të ndryshme kanë treguar se shtimi i kosit të freskët pa yndyrë në dietën tuaj mund të ndihmojë në uljen e riskut të hipertensionit, i cili zakonisht mund të njihet si presioni i lartë i gjakut. Gjithashtu ai ndihmon të mbani trupin më në formë dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet kronike, të cilat ndikojnë edhe në sistemin tuaj tretës. Nëse doni të keni një peshë më të rregullt trupore, atëherë shtimi i kosit në dietën tuaj mund të jetë një ndihmë shumë e mirë ushqyese në këtë aspekt. Sipas studimeve të përmendura, persona të cilët përshpejtuan humbjen e peshës dhe procesin e djegjes së dhiambit, shtuan kosin në dietën e tyre të rregullt, dhe rezultatet ishin të menjëhershme dhe mbreslënse. Kosi përmban nivele shumë të larta të proteinës, që u bën të ndiheni akoma dhe më të ngopur për një kohë më të gjatë, duke zvogëluar kështu dëshirat e organizmit dhe tendencën për të ngrënë ushqime jo të shëndetshme. Kalciumi, i cili gjendet në sasi të mira të kosi, rrit procesin e djegjes së yndyrës në trup dhe ndihmon gjithashtu në shkallin e rritjes së metabolizmit, duke ju ndihmuar të keni një proces tretës më të mirë dhe të lehtësoni gjithashtu kilogramet e tepërt nga trupi. Ata që konsumojnë kosin rregullisht në dietën e tyre humbasin 80% më shumë yndyrë në stomak sesa ata që nuk e shtojnë në dietën e tyre të rregullt. Kosi ndihmon gjithashtu edhe në një shëndet më të mirë të lëkurës. Kosi do ju ndihmojë të keni një lëkurë më të shëndetshme, më të ushqyeshme dhe më të shëndritshme. Gjithkush dëshiron që lëkurën e tij ta ketë më të përsosur dhe gjithashtu më rrezatuese. Konsumi i kosit dhe aplikimi direkt në fytyrë mund të sjellë shumë dobi në shëndetin e lëkurës suaj. Acidi laktik ndihmon në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës dhe papastërtive të tyre. Ndaj, shtimi i kosit në maskat tuaja të bukurisë mund të jetë një aleat shumë i çmuar i shëndetit të lëkurës në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët citojnë se përfshirja e kosit në dietën tuaj do të jetë një ndihmë shumë e mirë për mbrojtjen e shëndetit tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi i tij ditor, veçanërisht në pjesën e parë të ditës në mëngjes, do ta mbrojë më mirë sistemin tuaj tretës nga toksinat, gjithashtu edhe aciditeti i lartë dhe bakteriet. Ai e qetëson sistemin e rënduar kundër inflamacioneve dhe gjithashtu e mban atë më të shëndetshëm dhe më të fortë. Imuniteti juaj do të përfitojë ndjeshëm nga vlerat e kosit në menunët tuaj ditore. Kosi ka aftësi shumë të mira në forcimin e imunitetit, duke e bërë atë më të fortë dhe më të shëndetshëm. Kosi do të rrisë imunitetin sepse përmban minerale shumë të dobishme, të tilla siç janë për shembull zinku, magnezi dhe seleniumi, shumë të rëndësishme për rritjen e imunitetit tuaj. Konsumi i kosit në menunët tuaj ditore është i mirë edhe për personat që vuajnë nga problemet siç janë ato të hipertensionit. Sipas të dhënave, kalciumi që gjendet në nivele të mira të kosit ndihmon në eliminimin e tepërt të kriprave nga organizmi, duke ju ndihmuar në këtë aspekt të keni një shëndet më të mirë. Në këtë mënyrë ju ndihmoni në menaxhimin më të mirë të niveleve të hipertensionit dhe ndihmoni organizmin tuaj të qëndrojë më i shëndetshëm. Kosi është një produkt ushqimor edhe në produktet e këqija të infeksioneve. Kosi është veçanërisht aleati i grave sepse parandalon edhe mykun dhe infeksionet e tyre. Ndaj, shtimi i kosit në menunët tuaj ditore mund të jetë një mburojë shumë e mirë
kundër problemeve të myku dhe të infeksioneve. Nëse doni kocka më të forta, shtimi i kosit në rutinën tuaj ditore mund të jetë një nga aleatët tuaj më të çmuar në këtë aspekt. Një filxhan me kos në dietën tuaj mund të ofrojë 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse konsumohet në mëngjes, i keni dhënë kockave forcën e duhur për të përballur me aktivitetet ditore. Kosi është i mirë gjithashtu edhe në betejën kundër bakterieve të këqija, duke ju ndihmuar që të keni një mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj tretës. Kosi përmban element mikroorganizma të sistemit tretës. Nëse vuani gjithashtu nga problemet e fryrjes dhe komplikacionet e saj, shtimi i kosit në rutinën tuaj mund të ndihmojë kundër këtyre çrregullimeve. Kosi është një aleat shumë i mirë i organizmit tuaj, gjithashtu edhe kundër problemeve të cilat lidhen me humbjen e mineraleve pas aktivitetit fizik. Proteinat që gjenden me shumicë te kosi mund të luajnë një rol pozitiv në çdo aspekt të shëndetit të tij. Nëse jeni një person që merreni me aktivitet fizik, siguroni që kosin ta keni pjesë të pandarë të dietave tuaja, pasi do t'ju ndihmojë të rimerrni mineralet e duhura për aktivitetet ditore që ju kryeni vazhdimisht. Shtimi i kosit në dietën tuaj është një aleat i vlefshëm i organizmit, gjithashtu edhe kundër alergjive. Nëse vuani shpesh nga alergjitë e stinës, shtimi i kosit në dietën tuaj do ju ndihmojë të keni një organizëm më të fortë, të i bëni ballë këtyre ndryshimeve të papritura, të cilat me kalimin e kohës mund të rëndojnë gjithashtu edhe më shumë shëndetin tuaj. Është e rëndësishme që kosin ta keni pjesë prezente të dietave tuaja, duke ditur edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ai i bardh. Kosi shtohet në dietën natyrore e personave të cilët duan të reduktojnë kilogramët e tyre të tepërt. Kosi përmban pak kalori dhe për më tepër, falë konsumit të tij ditor, qelizat e yndyrës prodhojnë gjithashtu më pak kortizol, duke ju ndihmuar që të mirëmbani organizmin tuaj dhe ta ndihmoni atë në reduktimin e kilogramëve të tepërt. Për këtë arsye, shtimi i kosit në menun tuaj ditore do ju ndihmojë të keni gjithashtu kilogramë të duhur. Kosi është i mirë për shëndetin tuaj të dhëmbëve. Kosi i mbron dhëmbën nga kavitetet, ai përmban gjithashtu acid laktik që i mbron mishrat e dhëmbëve nga mbetjet e ushqimeve dhe përmirëson gjithashtu bakteriet e gojës. Për këtë arsye, shtimi i kosit në dietën tuaj në mënyrë të rregullt mund të cilësohet si një nga produktet më të mira mbreslënëse në çdo aspekt të shëndetit dentar. Siguroni që kosin ta konsumoni brenda normës së lejuar dhe në kujdesin e duhur. Kështu ndikimi i tij në organizëm do të jetë më i shëndetshëm dhe më i fortë. Ekspertët sugjerojnë kosin për shëndetin më të mirë të dhëmbëve, pasi ai përmban kalcium dhe minerale të tjera të rëndësishme që do të ndihmojnë në shëndetin tuaj dentar dhe gjithashtu edhe në shëndetin e kockave. Atë që e bën kosin në organizëm tuaj do ju jap edhe një shëndet më të mirë edhe në imunitetin tuaj. Në ditët e sotme është shumë e rëndësishme që të mirëmbani nivelin e duhur të imunitetit në organizëm. Një nga mënyrat për ta forcuar imunitetin është të konsumoni probiotik, që gjenden me shumicë tek kosi dhe mund të luajë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kosi nuk duhet të kombinohet me sheqer të tepërt ose me kripra të shtuara. Ai duhet të konsumohet me sa më pak yndyrë dhe gjithashtu një tas me kosër çdo ditë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për një zorrë të shëndetshme. Shëndeti i zorrëve mund të mos jetë diçka për të cilën mendoni shpesh, por është thelbësor për të mbajtur në mënyrë të shëndetshme jetesën tuaj. Zorrët janë përgjegjëse për tërheqjen e ushqimit dhe thithjen e lëndëve ushqyese, ndaj është thelbësore që ato të funksionojnë si duhet. Një gjë e tillë do ju ndihmojë të lehtësoni këtë proces edhe të keni një mbrojtje më të mirë të organizmit. Siguroni që kosin ta keni pjesë prezente të dietave tuaja të rregullta ditore dhe ndikimin që do t'i jepni shëndetit tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Siguroni që kosin ta konsumoni sa më të freskët për të marrë vlerat e tij shëndetësore. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë